Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin, për të ndarë lajmet më të fundit dhe njëkohësisht për të konfirmuar ato që ne kemi thënë më herët. Unë ju pata thënë që natën e mbrëmshme, Gjesti nuk do të kishte një koncert, do me thënë koncerti është i anuluar dhe Gjesti ka nisur drejt rrugtimit të tij, le të themi, në karrierën artistike më të bukur. Shqiptarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të kenë fatin të shohin Gjestin, do të kenë fatin të ndjekin performancën e Gjestit, do të kenë fatin të dëgjojnë muzikën e Gjestit dhe do të shijojnë koncertet fantastike, ato koncertet e fundit para ardhjes në vendlindjen e tyre. Ne dim që shqiptarët në Amerikë muajin e qershorit, zakonisht mesin fundin e qershorit, e kanë në kthimin e tyre në përvendlindje dhe këtë kapitull të lodhjes së tyre të angazhimeve të shumta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të stresit të përditshëm, ato do ta mbyllin me një koncert në një festë shumë të bukur ku ndër disa artistë dhe personazhe shumë të dashur të publikut shqiptar, emblema apo qershia mbi tort e këtij koncertit është Gjesti. Gjesti do të jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përflitet për një surprizë të mundshme. Lart e poshtë thuhet se në njërin nga koncertet, në një nga këto datat, do të jetë edhe Egli pranishme. Unë në fakt do kisha dashur me zemër që Egli të jetë në Amerikë, unë do kisha dashur me shpirt që Egli të shkojë në koncertin e Gjestit. Kjo është një hamencim. Tani edhe koncerti i mbrëmshëm që të anulohet, ju kërkoj ndjes. Edhe koncerti i mbrëmshëm që të anulohet, Gjesti ishte një lloj amencimi, por gjëja që doli të jetë e vërtet. Do me thënë, goditëm direkt në shënjestër. Shpresojmë që edhe Egli të jetë e vërtet që do të jetë prezente në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është e bukur t'i shohim të dy në skenë. Fundi a fundit ato që të dy kanë momentin e tyre, programin e tyre, repertuarin e tyre për të kënduar. Dhe normalisht që Egli dhe Gjesti do të jenë në për koncerte, sepse ato janë artistë dhe do t'i ftojnë organizatorët të dy së bashku, nga që interesi i organizatorit është më i madh për të fituar, por gjithsesi këtë gjën do ta kuptojmë në ditët në vazhdim, derisa Gjesti të urojmë me zemër që të ëmbëri shëndosh e mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një informacion, Gjesti ka nisur drejt këtij rrugtimit shumë të bukur.